natyrisht tradita. Gjakuri Pejn shkon atje për të pre arjetën. Kupa e Kosovës 2026, ja shikoni atje, iken vamu se si e shikon trofeun Shannon Shorter, trofeun të cilin aq shumë e ka dëshiru, trofeun të cilin aq shumë e ka pritur edhe skuadra e Bashkimit. Pas plot 25 viteve, kanë shpresuar se do ta kthejnë titullin, kupën e Kosovës, trofeun e kupës Kosovës në Sezar Isuroj. Megjithatë, Mitrovica si sonte të udhëhequr nga tandemi i shkëlqyeshëm Mustafa Hamzili me double-double, 22 pike, 12 kërcime, 2 topa të vjedhur dhe indeksin fenomenal prej plus 30. Sigurisht se duhet të shpallet MVP i kësaj finale dhe Akili Winning me 20 pike, 6 asistime, dhe po ashtu me double-double fantastik për 13 pikve e 10 asistimeve. Gjakuri Pejn, pra treshja e cila i soli këtë trofe Trepçës të 5 rresht, kupën e 5 rresht. Trepça në ndjekje të rekordit të cilin e mbon Sigal Prishtina prej 6 kupave të fituara një pas një nga 2005 deri në 2010. Dhe atje po shohim janë renditur edhe ata të cilët do të ndajnë mirënjohjet. Dhe çlirimtarët tanë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi, për të cilët shpresojmë se nga Haga këtu ditë do të na vinë lajme të mira. Dhe kjo sak dhe kjo padrejtësi do të rregullohet. Tani vinë mirënjohjet së pari për gjyqtarët Xhelal Muminin, Artan Gashin dhe Ilir Shalën, të cilët do të shpërblen me mirënjohje për referimin në këtë finale. Edhe Artan Gashi. Në fund edhe Ilir Shala. Nga Artina Hasani, menaxhere këtij eventi. Edhe Medi Gashi si vëzhgues komisioner i kësaj ndeshje. Mirënjohje për vëzhguesin e finales. Dhe tani do të vazhdoj ceremonia e medaleve. Kryetari i komunës Prizrenit, zotëri Shaqir Tota, ish basketbollisti i Bashkimit, tani kryetari i komunës Prizrenit, do të ndaj medaljet për basketbollistët e Prizrenit, së bashku me Adritik Racin, drejtorin e reprezentacioneve, dhe Artan Kurtin, nën kryetarin e federatës dhe klubit Bashkimi.
Kenny Wooten, Joshua Zakor, Iken Wamo, Shannon Shorter, Malcolm Armstead. Pastaj Fisja Shari, Valon Bunjaku, Besim Bytyqi, Veton Gjeqaj, Mohamed Ali Anjeva, Lejson Zeqiri, Meriton Ismaili është aty, sepse nuk ishte në pjesë të ekipit. Ja Anjeva, Lejsoni Zeqiri i zhgënjur. Kian Anderson, po ashtu. Dhe trajneri Igor Jovic i zhgënjur. Bledar Gjeqaj gjithashtu. Kam pritur Prizrenasit, Portokallezinjët. Bledar Gjeqaj i zhgënjur. Elbesar Gështenja, Qëndrim Biraj, drejtori sportiv, kapiteni, legjendari bashkimit. Pra, të zhgënjur, kam pritur që si vjet Kupa e Kosovës të kthehet në Prizren pras një qerek shekulli dhe ta thyen mallkimin kundër Trepçës. Megjithatë, për herë të katërt në katër finalet e zhvilluara deri tash, Trepça ka vazhduar dominimin ndaj bashkimit, 2012, 22, 25 dhe tani 26, pra në 15 finale të zhvilluara në basketbolin e pavarur kosovar nga viti 91-92. Trepça e fiton edhe kupën e 9 në përgjithësi. Është ky trofeu i 20 jubilar për Trepçën, natyrisht me 40 trofe. Sigal Prishtina është e para, Pea është e treta me 15, Golden Eagle Ylli 4 me 4 dhe Bashkimi është i dyti me 2 trofe, një titull kampioni dhe një kup të Kosovës, e ndon vendin e 5 së bashku me Vllaznimin, i cili ka të fituara 2 kupa të Kosovës, 92-ën dhe 96-ën. Në fakt, Bashkimi është në vendin e 6 sepse Vllaznimi ka në vendin e 5 edhe ligën unike të fituar edicion e kaluar dhe tani shkojnë medalet për Venis Halitin, kapitenin Anes Gashin, Trilon Hajrizin, Dardan Kapitin, i cili sonte me të vërtet bëri një ndeshje masive kundër Kenny Wootenit në qerekun e 3 dhe të 4. Sek Henry, Kelly Benning, kryetari i komunës Mitrovicës, Faton Peci, Mikajlet Mushiqi, thash Mikajle për të cilin është ky trofeu i 16 me 4 klube kosovare, Bashkimin, Prishtinën, Yllin dhe tani me Trepçën. Kenny Hasbrook, Petrit Zeqiri, ndihmës trajneri, Sean Jones, Mustafa Amzili, atje i lënduari Burim Zekiqi, Etnik Aslani, David Beshiri, Django, njeriu i cili është alfa dhe omega në klubin e Trepçës, heroi i heshtur, e natyrisht kret në fund atje, modest dhe jo me shumë fjalë, trajneri i cili në basketbolin kosovare fiton edhe trofeun e 13 dhe i afrohet më të mirit të gjitha kohëve, Arben Krasniqi, që i ka fituar 15 për 10 vjetë sa ishte në krye të Prishtinës, dërsa Adis Beqiragiqi për 5 vjetë me 3 klube kosovare fiton edhe trofeun e 13. Është kjo kupa e 4 e Kosovës e fituar për të, 2020 me Pejën, dhe 3 vjetë rresht me Trepçën, 24, 25 e 26. Trofeu i 8, dhe të shofim tani MVP Mustafa Amzili, natyrisht Mustafa Amzil, reprezentuesi Finlandës, shoku i ngushtë, shoku i mirë i Edon Maxhunit, për cilin tregoj se ka
Jo the best, Tina Turner për Mustafa Amzilin, i cili përshëndetet atje, ja, edhe i bërala e Arben Fetahu, figurat Daulina Osmani aty, e ka merituar Mustafa Amzili pas një shfaqje fantastike, me double-double për 22 pikve, 12 kërcimeve, 2 topove të vjedhur e 1 blokade sonte, me vërtet ka dominuar, dhe të ndëgjojmë edhe intonimin e himnit të Republikës Kosovës. Dhe tani, do të vjen momenti kryesor, Ministri i Sportit Gashani dhe kryetari i Federatës Basketbollit Arben Fetahu për kapitenin Anes Gashin, i cili për herë të dytë rresht më i riu, kapiteni më i ri në histori të basketbollit kosovar, për herë të dytë rresht e ngrit trofeun e Kupës së Kosovës, e 5 rresht për Trepçën, e 9 në total Kupa e Kosovës dhe trofeu i 20 në basketbollin e pavarur kosovar. Dhe momenti Zimi pa përshkrueshëm edhe për të huajt për Gjakori Penin, Akili Viningun, Sek Henryn, Sean Jonesi dhe Mustafa Amzilin. Së shpejti adhurues të basketbollit, do të kemi edhe kolegën time Ulpiana Emrën me intervistat fituesit e Kupës së Kosovës 2026, po i shohim pra herën të këtij edicioni. Ishte kjo një mbrëmje e jashtëzakonshme e basketbollit kosovar. E tani Kupa shkon edhe tek Torcida atje, e cila është pjesë e madhe e suksesit të skuadrës Mitrovicase. Mustafa Amzili me ish basketbollistin e Trepçës dikur, drejton Pluzhinën. Jemi në pritje edhe më tutje të
intervistave me Ulpiana emrën dhe natyrisht aktorët e kësaj finale janë duke festuar dhe janë duke vazhduar festën dhe gëzimin e tyre duke ndarë me tifozët e tyre. Pra tashmë në 33 finalet e deri tashme Sigal Prishtina 15 kupa, Trepqa 9 dhe e 5 është Peja 6 kupa, Vllaznimi 2 dhe Bashkimi 1. Trofeu i pari edicionit si vjetmë shkon në Minatori. Dominim absolut i skuadrës Mitrovicase në këto 4 edicionet e fundit. Ja, po shohim atje edhe Vullnet Sefan, kryetarën e klubit basketbollistik Trepqa, preardhjes së tij. Pra është ky trofeu i 11 rresht nga viti 2022, kupa e 5 me radhë.